9 qershor 2025 tek biznesi im kompleksi turistik e Dir. Sezoni turistik ka nisur, por është ende i vakët. Megjithatë ne kemi frekuentim për shkak të klientelës së qëndrueshme. Një pjesë e madhe janë të huaj, një pjesë janë vendas, kryesisht nga Tirana ose nga zona të tjera. Dhe një pakicë janë vendas. Ju përshëndes dhe ju ftoj të vini në jug të Shqipërisë dhe në Vlorë.